Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për shenjën e Briciapit për muajin prill. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajt marr sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë me energjinë që do na vi. Dhe fillojmë në lidhje me javën e parë, ju keni të bëni në lidhje me energjinë e shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së demit dhe energjinë e shenjës së demit. Atëherë në fillim të javës shoh që disa prej jush do të tregojeni më të qetë, nuk do nxitoheni në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta ju do dëshironi që t'i bëni gjërat ngadalë dhe me qetësi në lidhje me një person që keni në jetën tuaj. Për pjesën tjetër, shoh që mund të keni pasur çështje dhe situata në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet, në lidhje me çështje ligjore të ndryshme, dhe shoh që aty nuk e di, por ju do jeni më të qetë në lidhje me marrjen e disa vendimeve. Dhe në mesin e javës që shoh që sikur nuk jeni brenda intuitës tuaj, do filloni të besoni në lidhje me një lajm që do merrni, dhe ju shoh që do ndiheni më të hapur, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Në lidhje me familjen, me shtëpinë, për gjithë ata që janë në marrëdhënie. Dhe në fund të javës shoh në lidhje me personat që do futen në një njohje të re, unë shoh që ju do ndiheni më të qetë, do jeni më emocional, nuk do përdorni logjikën, nuk dëshironi të dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me një person, ju shoh, dhe do keni një takim në fund të javës. Për pjesën tjetër, shoh që ju do ruani shumë qetësi në marrëdhëniet tuaja, do keni një marrëdhënie më të konsoliduar në fund të javës. Do jeni të mbështetur nga universi, nga energji më të larta, do bashkëpunoni në marrëdhëniet tuaja ose në familje me fëmijët tuaj, por ndërkohë shoh që do keni dhe kontrata të rëndësishme në fund të javës së parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit përsëri, kemi energjinë e shenjës së demit, të peshores dhe energji të shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë. Gjithsesi, ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, ose mund të keni të bëni me personat të këtyre shenjave. Shoh që ju dëshironi të bëni një fillim të ri, por shoh nuk jeni gati akoma për ta bërë këtë fillim të ri, në fillim të javës së dytë. Edhe pse ju dëshironi në mes të javës, dëshironi të investoni te një person, por sikur nuk jeni gati për ta bërë këtë fillim të ri në lidhje me dashurinë. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që nuk dëshironi të diskutoni në lidhje me shtëpinë, me familjen, sikur tërhiqeni nga këto diskutime, dhe ju shoh që sikur nuk e di, ndiheni pak, do ndiheni emocional më shumë në lidhje me familjen se sa të përdorni pjesën e logjikës. Për disa prej jush do ketë një shtatzani, fillimi një shtatzanie në mesin e javës, sepse shoh që tregoni shumë emocional, do keni një njohje të re për pjesën e beqarëve, dhe pjesa tjetër shoh që ju do merrni zhvillime shumë të mira në lidhje me familjen, me shtëpinë, me çështje dhe situata të ndryshme tham që kanë të bëjnë me dokumenta të ndryshme, në lidhje me ligjin, në lidhje me studimet tuaja, por dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Dhe ju shoh që të gjitha këto fillime që do bëni, do marrin një zhvillim shumë të mirë.
Ndërkohë shoh bollëk dhe prosperitet, disa para, ndoshta ose është një periudhë që ju do arrini në bollëk dhe në prosperitet nga ana ekonomike. Dhe në fund të javës shoh që do jeni duke investuar. Do investoni në lidhje me një njohje që keni, dhe bet fjalë për gjithë pjesën e beqarëve, do investoni në lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe pjesa tjetër do investoni te fëmijët tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni duke menduar për të shtuar të ardhurat tuaja, ndoshta për të kërkuar një rritje të rrogës, dhe unë shoh që ju do t'ja arrini, mund të bëni 2 punë për të rritur të ardhurat që ju keni, ose unë shoh mund t'ju vidhni nga persona të tjerë këto të ardhura. Gjithsesi vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh që do ndiheni në dilema. Mund të ndiheni në dilema në lidhje me një dashuri, me një njohje që keni, edhe pse dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, ju dëshironi të ngjiteni këtij mali, por përsëri ju shoh që do ndiheni në dilema. Mund të jeni midis 2 personave, mund të jeni midis 2 situatave, mund të jeni midis 2 punëve të ndryshme. Gjithsesi ju shoh në dilema në lidhje me studimet, në lidhje me anën tuaj shëndetësore, dhe në mesin e javës ju shoh që ju do filloni të jepni zgjidhje situatave, do dilni nga këto dilema që keni, ose do dilni nga një marrëdhënie dyshe, nga një dilemë që mund të keni në lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, ose në lidhje me fëmijët tuaj për një pjesë tjetër. Dhe ju shoh që do filloni të jepni zgjidhje. Një pjesë tjetër për gjithë ata që kanë lidhje me institucionet shtetërore, me dokumenta të ndryshme, që mund të jenë dokumenta shtëpi, dokumenta makine, mund të jenë dokumenta leje qëndrimi, për patent, ose mund t'i merrni nga më të ndryshme dokumentat, varet se ju i keni. Unë shoh që ju do të jepni zgjidhje kësaj situate nëpërmjet institucioneve të larta, mund të kenë lidhje me gjykatën, me prokurorinë ose diçka tjetër. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do vini një drejtësi në lidhje me diçka, me situata të caktuara që mund të keni. Dhe në fund të javës së tretë, ju shoh që do merrni vendime të rëndësishme, ose më saktë, karta e gjykimit ju thret, merrni një vendim. Dhe ky vendim është në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet që ju mund të keni me një person që mund ta keni në distancë të largët, ose në lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift, sepse shoh që ju do të jepni zgjidhje këtyre dilemave dhe do merrni një vendim të rëndësishëm në lidhje me marrëdhëniet. Në fakt, pjesa djeditësh i parë bie që do ketë disa tensione në marrëdhënie, por që do marrin vendime të rëndësishme në lidhje dhe do t'i shohin të vërtetat ashtu siç janë në marrëdhëniet e tyre. Dhe do shohin disa gjëra të vërteta që nuk i kanë parë më përpara. Gjithsesi, ju shoh që ju jeni duke marrë vendime edhe në lidhje me një zgjidhje të një situate, me drejtësinë, me gjykatat, me dokumentat, me studimet, mbas zgjidhjes së këtyre situatave, unë shoh që do merrni një vendim shumë të rëndësishëm në lidhje me gjithçka. Kjo mund të ketë lidhje me anën ekonomike, me punën tuaj, por dhe me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Dhe vazhdojmë me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, që jeni ju vetë, me energji të shenjave të ujit dhe me energji të shenjave të zjarit. Atëherë, unë i shoh në fillim të javës do keni një ofertë në lidhje me dashurinë për pjesën e beqarëve, do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me këtë person, sepse ju shoh që do merrni një vendim në lidhje me një ofertë që do t'ju vi. Është një person që mendon seriozisht, por më tepër e shoh te energjia juaj, se jemi te energjia e tokës, mund të jeni ju që mendoni seriozisht në lidhje me një njohje, ose në lidhje dhe marrëdhëniet tuaja, në oferta të ndryshme që mund të keni në lidhje me fëmijët tuaj. Ju shoh që mendoni shumë fort për anën ekonomike, për disa para që kanë lidhje me dokumenta të ndryshme. Ndërsa për një pjesë tjetër
mund të keni oferta në lidhje me punën, në lidhje me bashkëpunime, partneritete të ndryshme, por që ju do jeni duke i studiuar mirë situatat dhe duke menduar mirë në lidhje me këto partneritete. Dhe në mesin e javës së tretë, shoh që ju mund të keni pasur shumë ëndra, shumë iluzione, dhe shoh që rrëzojnë këto ëndra iluzione. Ndoshta jeni duke menduar rreth një personi, jeni duke ndëruar rreth këtij personi, por këtu diçka rrëzohet në lidhje me këto ëndra që ju keni krijuar, në lidhje me dashurinë flasim. Sepse po të vëmë re këtu, kemi shtatën e kupave, kemi përmbys. Dhe ju përmbysen ato ëndrat që ju mund të keni krijuar në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në rastin tjetër me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, me oferta të ndryshme që mund të keni te vendi punës, sepse shoh që në fillim të javës mendoni edhe në lidhje me punën, me një ofertë që ju vjen, ju ndoshta e mendoni seriozisht, por shoh që këto diçka rrëzohet këtu, diçka ndryshon këtu dhe ju lë jashtë çdo imagjinate në lidhje me këtë ofertë që ju do keni. Dhe shoh që gjithsesi ju nuk do luftoni kundër kësaj gjëje e shoh. Nuk do luftoni në lidhje me një dashuri për një pjesë prej jush, me një njohje një ofertë që do t'ju vi. Për pjesën tjetër, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për gjithë ata që nuk e di, por ndoshta ju keni ndëruar që ky person të jetë kështu, por nuk ndodh që nuk është kështu ky person. Sepse mund të jetë ai momenti i parë që personin e njeh, është një prezantim i parë, dhe mund të ndodhi që duke e njohur këtë person, ju kuptoni që ky person nuk është ajo që ju kërkoni. Gjithsesi në fund të javës ju shoh do ta lini mbrapa këtë, nuk është se do t'ju shqetësoj shumë kjo situatë, dhe kjo ka vlerë edhe në lidhje me një ofertë pune, me partneritete që mund të keni ose dhe nga ana ekonomike, ju mund të keni menduar që me marrjen e kësaj oferte të keni të bëni diçka, do bëj këtë ose këtë, keni krijuar shumë ëndra, por ndodh që kjo rrëzohet. Dhe në fund të javës ju shoh që ju nuk do ta shihni më si problem këtë situatë që ju mund të keni. Gjithsesi, për gjithë është një muaj me ulje ngritje. Ka të mirat e veta, ka edhe ato problemet e veta gjatë këtij muaji. Është një muaj pozitiv, nuk mund t'i themi negativ. Dhe marrim një mesazh nga engjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë jemi përsëri te energjia e tokës këtu, që është energjia juaj, dhe thotë që duhet të besoni, thotë, ose besoni, do merrni vendime, jeni gati për të marrë këto vendime, dhe ka ardhur koha të bëni gjëra që dhe të jeni brenda vetes tuaj, të jeni vetja juaj më shumë. Është një ëngjëll miqësor që do t'ju mbështesi gjatë këtij muaji në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë është koha e duhur të bëni gjërat që dhe të futeni brenda vetes tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate, në lidhje me dashurinë, në lidhje me një njohje. Nëse ky person nuk shërben për ju, atëherë ju duhet futeni brenda vetes tuaj të kuptoni nëse e doni këtë person ose jo. Do jeni të mbështetur nga angjëjt, në rastin tjetër mund të jenë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me anën tuaj ekonomike, por unë e shoh që nuk hidhni hapa. Edhe pse jeni duke menduar rreth një oferte, përsëri nuk hidhni hapa para në lidhje me një dashuri, në lidhje me një punë, me një partneritet, me një bashkëpunim, ose dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit mars, sepse ende s'ka përfunduar. Videot me tema të ndryshme, tema për dashurinë, por dhe çdo gjë në këtë kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një fundjavë sa më të këndshme dhe mbasdites sa më të këndshme për ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.